Parcela në cilën jemi aktualisht, në fund të vitit 2023 është dhënë Ministrisë së Punëve të Brendshme me një vendim të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Atëherë mendohej që këtu të ndërtohej një stacion i ri policor, por kur jemi më shumë se një vit pas nga vendimi, këtu ende nuk ka filluar ndonjë punim. Ky vendim ose kohë pati ngjall reagim nga serbët lokal, të cilët organizuan edhe peticion që vendimi të mos kalojë. Në pronën fare pranë stacionit të autobusëve, aktualisht kryen veprimtarinë disa ndërmarrje tjera. Krahas objektet që diku shërbente si komunë paralele këtu në Mitrovicën e Veriut, në parcelën e cila tashmë është në pronësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndodhet edhe kompania rajonale Ujësjellësit, ajo e mbeturinave si dhe salla e sportit. Megjithatë, nga ky dikaster qeveritar nuk u përgjigjen për televizionin as pas disa ditë pritjeje për planet se për çka do ta shfrytëzojnë këtë parcelë. Por për një stacion policor konsiderohet si më e nevojshmja. Duke pas parasysh në as stacion ku vepron policia e Kosovës është stacion i vjetër, pra është kohë e tejkaluar. Andaj kjo vunja gurthemerit ose ndërtimi sa më shpejt një stacioni policor në Mitrovicë, më thonë Lumi Tipër, është imediat. Pra nuk është dëshirore, por është imediat, duke pas parasysh kushte që i kanë pas policia më përpara. Ndërsa stacioni policisë këtu në Veri aktualisht ndodhet në këtë objekt që është përballë gjykatës themelore e i cili është ndërtim goxha i vjetër.